Vetëm për jug. Ushtria është e krijuar edhe për veri, jug, veri në gjitha pjesë e Kosovës. Me se kufizime ka. Është shumë e rëndësishme se qeveria e Kosovës ka punu me sërbët e Kosovës të cilët e kanë pranuar Kosovën shtetë dhe nuk janë destruktiv. Na kemi një sërb të Kosovës që ka qenë ministër në qeverinë e Kosovës. Na, në përgjithësi, qytetarët e Kosovës duhet me respektu sërbët e Kosovës aq sa ata e respektojnë shtetin e Kosovës. Në momentin që lista sërbske është kundër qeverisë Kosovës, kundër shtetit Kosovës, na duhet ata me i injoru, sepse i kemi numrat edhe pa ta me bo qeveri, me bo president, edhe me ecë tutje. A di sa Serbia ka në qeveri para këtina? Të na? Kosovë, plët Serbë kemi pasë në qeveri. Mirë, me ata kemi bashkëpunu, po me listën sërbska nuk mundemi me bashkëpunu. Kemi bisedu, mësën e ka dalë kriminal, nuk e ka ditë që ka me dalë e kriminal, njëse bisedon për sëri. Po tash jemi të i filtru. Në ata të cilët kanë dashur me na luftu, na po i luftojmë në çdo mënyrë dhe i kemi qitë jashtë Kosovës me armë, i kemi përzonë. Ata që dojnë me pranu shtetin e Kosovës e kanë mundësinë edhe mujnë me vazhdu me çfarë dush qeveria që tjetë, me vazhdu sikur që është zotin Nenad Rashić, nuk ka asnjë problem. Ndërsa lista sërbska është shumë mirë që është vije kuqe nga të gjitha partitë politike, sepse ata janë të dashur mrena Kosovës me kriju një shtet mrena shtetit. Veprimi shtetënore, kur bëhen veprime një të ndara, nuk janë veprime civile. Me listën serbe duhet dy mënyra. Ose duhet me shpallë si organizatë terroriste nga qeveria, ose duhet me integru. Nuk ka rrugë të mesme. Qeveria e Kosovës edhe partitë politika i kanë bërë detyrat e veta në mënyrën më të mirë të mundshme, që dojnë ata me u integru, le të integrojnë, që dojnë me luftu, shkojnë qysh kanë shku, pa ditë në Banjska. Nuk e kam fjalën veç për këtë qeveri. Se nuk është kjo qeveria parë e Kosovës, ka plot qeveri, na kemi qenë vetë qeveri. E çka ti bëjmë legitimitetit nga ana tjetër ta marrim anën tjetër?